Tani do shohim edhe interiorin. Kjo është me bokse Meridian, kanë qenë opsionale. Këto pjesë këtu i ka si me vida për t'regu që është makinë e fortë, se këto Defenderat, të që është makinë luksi, për përpara kanë qenë si makinë punë më shumë, ferestratë për punë. Nuk është tamam si Range Roveri. Range Roveri është tamam luks. Ka këtë shkallën këtu Defender, është e lartë, duhet. Edhe mrena cross-coat-i, timoni i madh, sedilet elektrike si tregova, ti tregoj prap. Timoni i Defenderit, ka këto janë touch sensitive, 20 drita tash. Ekrani digital, tu lart është me qepje, shumë e bukur e lezetshme. Edhe ekrani këtu e ka të mirë. Tash se di se sa i shpejt është, këto për herë Land Roverat i kanë shumë nga dalta. Tu është wireless charger, besoj. Ose jo. Type-C dhe USB, edhe këtë 12 voltshën. To që kontrollon klimën me 2 zona. Te kanë një lloj si këto Range Roverat, të levën e marshit, ka me zëfët 8 marshe, Defender dhe këtu. Ka pjesë plastike, ka pjesë lëkure që është e mirë, për ka dhe pjesë plastike goxha. Ka hapësirë të poshtë për të majtë gjona, ka ven, lartësh panoramike, ka gjithë dhe balgjët madhe panoramike. Hapësirë ka sa dush, edhe këtu në mes, edhe mrapa, është e bollshme, këtë ka frameless, je lartë, pozicion shumë i lartë që shef komplet.